Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër, duke ju uruar shëndet dhe shumë mbarësi. Të ecësh me hapat e rritjes dhe të mbërrish në stade që e rrisin hapin tënd është një dashuri e bukur jete. Dhe kur udha vazhdon me të njëjtin arritëm, kjo është një nxitje e pambarimt. E ftuara ime sot është doktore e shkencave juridike, lektore dhe përgjegjëse e kërkimit shkencor në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Me një përvojë rreth 25 vjeçare në jetën akademike, ajo kontribon në fushën e studimeve dhe ka botime në fushën juridike, është autore e monografisë e cila është tekst bazë në masterin shkencor, por që gjithsesi vazhdon me të tjera ritme në kërkimin shkencor. E nisur nga Shkodra në moshën e rinisë së hershme, si një nxënëse e shkëlqyer. Vion studimet në Universitetin e Tiranës për juridik, më pas në jashtë shtetit në Holland, e më vonë natyrisht sfidat e jetës dhe stadet e saj nuk kanë të ndalur. Me mua, sot në studio, është profesoresh Luljeta Kodra. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes, kënaqësi e madhe që kthehem, sepse ne kemi bashkëpunu dikur përpara se të filloja punë në Tiranë. Unë kam pas kënaqësi shumë të madhe që të bashkëpunoj me ju në radio. Ishte një periudhë që prisja sa të filloja punë direkt mas shkollës, dhe ato muaj që kalova në Shkodër kanë qenë një përvojë shumë e mirë, një punë shumë e nderuar, bashkëpunimi me ju këtu në radio, dhe prandaj ju shikoj me nostalgji të madhe. Si duk sot radioja në këtë rikthim mbas kaq vitesh? Më duket çdo gjë shumë e mirë, bile unë edhe pak më parë ju thash pas ka një staf të përsosur që ju shoqëron dhe që ju ndihmon, dhe ndjehem më mirë për ju, domethënë që ju gjejnë kaq kushte të mira dhe kaq mirë nga ana profesionale. Përsërish natyrisht fokusi juaj është në ritmin e universitetit, në punët e pambarimta që natyrisht ka. Po të jepim një vështrim aktual ritmit tuaj të punës, çfarë gjen? Unë kam një jetë të tërë që bëj këtë punë, domethënë mësimdhënia është bë, si më thënë, një pjesë e imja e pandar, po këto 10 vitet e fundit unë jam pedagoge në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, në Fakultetin e Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe konkretisht në Departamentin e të Drejtës Publike. Përveç mësimdhënies, jam gjithashtu përgjegjëse për kërkimin shkencor në fakultet, domethënë për të 3 departamentet që përfshin fakulteti jonë, dhe njëkohësisht koordinatore e programeve master shkencor, të cilat ofrohen nga fakulteti, pra nga të 3 departamentet, si nga departamenti civil, ai publik dhe departamenti I marrëdhënieve ndërkombëtare. Kjo është pak a shumë ajo e përgjithshme, domethënë keni një hapësirë mjaft të gjerë në veprimtarinë tuaj. Kam hapësirë mjaft të gjerë. Është kënaqësi e madhe që të merresh me kërkimin shkencor. Përpara disa viteve, para 4 viteve, isha përgjegjëse e departamentit të drejtës publike, po siç ju e keni parasysh, kalon afati, do zëvendësohen, domethënë është gjithmonë me zgjedhje, dhe pozicioni tjetër që mora direkt kërkimi shkencor dhe të ndjekish gjithë procedurën e masterave dhe të diplomimit, është një punë që mbase më pëlqen shumë se jam mësuar, domethënë, tërë jetën që të merrem me këtë. Po dhe kontriboni vazhdimisht, sepse jeni autore e mjaft botimeve, në të cilave dhe monografisë, e cila është tekst bazë në masterin shkencor. Unë kam pas fatin, domethënë, që njëra nga lëndët e masterit të drejtës publike që ofrojmë në masterit shkencor, dhe pikërisht ajo lëndë që unë bëj zhvillohet me monografinë time, dhe kam pas një udhëheqës shkencor të jashtëzakonshëm, domethënë kam qenë shumë e nderuar që edhe në periudhën kur mbarova masterin për vete dhe doktoraturën, jam udhëheq nga një nga më të mirënjohurit profesor në Shqipëri, profesor Xenofon Kristafi, që në atë kohë kur unë mbaroja masterin dhe doktoraturën, e shikoja si illull, një njeri me cilin bashkëpunoja për
shkollimin tim. Mirë po, ajo kohë kaloi dhe unë tani kam fatin e madh ta kem për ditë aty, ai është dekani i fakultetit tonë dhe të punosh me njerëz të tillë, të kesh afër njerëz të tillë, është sinqerisht një gjë shumë pozitive, domethënë. Ai personi që unë si ta takoj e ku ta takoj për temën dikur, tani e kam për ditë dhe është vërtet fat të punosh me këto personalitet. Siç duket, ky bashkëpunim plot mirënjohje i ka dhënë shtysë dhe punës që ajo të jetë sa më mirë, të shkojë sa më mirë, apo? Sigurisht. Unë tani monografia u botu në 2016 dhe u fut si tekst bazë, po unë gjithë punën që kam bë në këto vite, sepse ne vazhdojmë, përveç se është detyrim kontraktor, domethënë vazhdojmë dhe për rritjen tonë edhe nga ana individuale, jo vetëm kontrata që kemi me këtë universitet ku punon, po vazhdon edhe ritmin tënd, si person më vete që mund të punosh në çdo vend tjetër. Bashkëpunimin e kam vazhdu dhe tani unë jam në fazën e nxjerrjes së një tjetër botimi dhe unë e kam përfundu për vete, tani po përsëri është në dorë të profesorit që të bëj një parathënie, kështu që kemi një bashkëpunim të përhershëm, domethënë. Profesoresha Luljeta, çfarë do të thotë të formosh brezin e juristëve të rinj? Tani ju e dini dhe gjithë to probleme që kanë nxjerr reforma në drejtësi edhe problemet që kanë dalë domethënë te juristët që punojnë në fusha të ndryshme, mendoj që na e shton më tepër përgjegjësinë në kuptimin që e para duhet përgatisim profesionist, por nuk mjafton. Domethënë unë nisem me një shprehje të vjetër që mjek kanë qenë edhe ato që kanë punuar nëpër kampet e përqendrimit, edhe nuk mund t'i konsiderosh mjek për shkak të veprimeve që kanë kryer. Kështu që përveç formimit profesional, mendoj që nuk mjafton, duhet një shembull i madh që ju japim këtyre të rive që të bëhen drejtuesit e ardhshëm, domethënë, që të marrin në dorë drejtësinë shqiptare dhe të mos ketë më këto probleme që vazhdojnë të jenë ekzistuese. Jeni shpresplot? Përpiqem të jem, domethënë, ne mundohemi të bëjmë më të mirën në kuptimin që ne fillimisht kontribuojmë nëpërmjet programeve që përpiqemi të jenë sa më aktuale, që përditësohen gjithmonë, jo vetëm unë, po ne punojmë në ekip, së është krejt e qartë në një departament të caktuar, jo vetëm brenda departamentit, por edhe sipas grup lëndëve punojmë, duke u përpjek të sjellim të rejat më të fundit, duke i ndryshuar programet shumë shpesh, sa herë sepse këto të juridikut është krejt e qartë që përditësohen. Dhe e dyta, mundohemi domethënë në këtë proces të diplomimit që unë ndjek për gjithë fakultetin, është krejt e qartë që me një numër aq të madh studentësh nuk e ndjek vetëm unë, po është një bashkëpunim me përgjegjësit e 3 departamenteve, të cilët janë në krye të punës dhe me drejtorinë e masterit që kemi brenda universitetit. Dhe mundohemi që edhe temat që ne ju propozojmë studentëve të jenë sa më aktuale dhe t'ju shërbejnë në punësimin e tyre shumë të shpejt që kanë, në kuptimin që mos ngelimi me ato temat vjetra edhe, po të ndjekin gjithmonë ritmin, domethënë. Duke qenë se bashkëpunimi me gjithë kolegët në departament është diçka shumë e lehtë tani se stafi është shumë i përzgjedhur. Kemi persona që janë drejtues të administratës që njohin shumë mirë sektorin e administratës, kemi avokat që kanë shumë vite, kemi të gjitha fushave juridike domethënë që ndikojnë dhe hartojmë këto tema orientuese për studentët dhe i ndjekim deri në fund dhe kemi arritur aty sa kemi të punësuar në vende shumë të mira, saqë nganjëherë ju them, ju bët shefa tani na e kalut ne, domethënë. Po kjo është kënaqësia juaj. Është kënaqësi shumë e madhe dhe në përgjithësi ato ta vlerësojnë mbrapa punën, din ta kuptojnë domethënë dhe përveç kësaj që hyn te ana profesionale, unë mendoj që kryesorja dhe që përpiqemi ne shumë është shembulli që ne ju japim atyre, jo vetëm me mësimdhënie shumë cilësore, me punu me shpirt kur i thonë na shkodrant, sepse nuk mjaftojnë ato 3 orë leksion. Unë nuk marroj 3 orë leksion dhe largohem, unë e kam jetën të lidhur me ato student. Mendoj gjithmonë domethënë që si të bëj më të mirën për t'i afruar të gjithë
mbas është dhe institucioni privat që është më i prirur për këto gjëra. Më thënë, nuk është puna të punosh me 20 ose 30 që e kuptojnë vetë dhe janë ekselent vetë, puna është të tërheqish gjithë masën, të mendosh të bësh njëjtën gjë që do doje ti që dikush tjetër të bënte për fëmijët e tu, ti mante shumë afër, dhe përpiqemi të kemi vëmendjen të ato, ti njohim në çfarë fushash ato janë të aftë dhe kështu i promovojmë në aktivitetet e ndryshme që organizojmë ne, i përfshim. Për shembull tani data 1, data 2 që jemi, domethënë është momenti i fundit që për gjithë Shqipërinë organizohet një konkurim që është nga një institucion i të drejtave të njerëzit, Qendra Evropiane e Drejtave të Njerëzit, dhe studentët e mi i kanë përzgjedhur dhe vazhdimisht na kanë dalë deri në finale, edhe këto ditë çojmë materialet e fundit. Po si përzgjidhen në qoftë se do ta kesh shumë mendjen te ata edhe të dish të vlerësosh më të mirin, të promovosh. Vetëm me pasion dhe dashuri ndiqet një punë e tillë. Dhe të gjitha punët, në të vërtetë. Në fakt ju keni një përvojë të konsiderueshme në jetën akademike rreth 25 vite edhe në universitete të tjera. Keni sfidat tuaja, keni rritur shkallët tuaja të kualifikimit, jeni doktore shkencave juridike. Si kanë qenë këto vite për ju? Faktikisht kur mbarova shkollën, domethënë në qoftë se mund të filloj nga bazat para se të filloja këtu në Tiranë, faktikisht kur mbarova shkollën, jo për mburrje, po është një gjë normale, isha nga studentët e Shkodrës të atij viti, kisha mesataren më të lartë nga të gjithë që erdhi lista në Shkodër, dhe ajo ishte periudhë që deri në atë moment studentët emëroheshin, mirë po çdo gjë ndryshoi se fillon këto proceset e reja dhe ndryshon, u masivizu si thush arsimi dhe nuk ishte më ajo mundësia. Dhe unë faktikisht me ato dokumenta që kisha kërkova fillimisht punë në Universitetin e Shkodrës, që është një nga pengjet më të mëdha që nuk më është dhënë kur mundësia të punoj në Shkodër, dhe kisha shumë dëshirë të punoja në Universitetin e Shkodrës dhe kam një kujtim të tillë, domethënë që shkova paraqita dokumentacionin dhe ka qenë vitin 1995, rektori më priti në një mënyrë të shkëlqyer për moshën që unë kisha, isha një kandidatur shumë e mirë, edhe më tha, këtë ti e kandidatur shumë e shkëlqyer, do më thënë ishte veçantë edhe fakti që sapo isha kthy nga Hollanda dhe për atë kohë ishte shumë, do më thënë, dhe hajde mas disa ditësh, mirë po mas disa ditësh unë nuk arrita ta merrja atë vend pune për shkak të disa problemeve, jo çështje partish, çështje bindjesh të familjes që nuk mu dha mu myllën dyrë të Universitetit Shkodrës, dhe ka qenë kujtimet e bukura dhe kujtimet e hidhura mbeten. Jo, nuk i kam vënë faj merita asnjëherë. Rruga ime ishte diçka tjetër, asnjëherë nuk i kam vënë faj, po thjesht moralisht kam qenë shumë e prekur që isha studente e mirë, unë isha fëmijë, unë s'dija kujt i thonin politik, nuk isha pse unë të ngatrohesha me këtë, dhe asnjëherë unë nuk punova në Shkodër, fillova në Tiranë pastaj, dhe fillimisht a ishte një sfidë e bukur, sepse nganjëherë kur diçka merr një drejtim tjetër, themi ne të hapet një derë tjetër. Sigurisht, po tash ne jemi shkodran dhe kemi dash Shkodrën shumë dhe punoj në Universitetin e Shkodër, do ishte nder. Dakor, ajo mbaroi, po që kanë kaluar kaq shumë vite dhe unë brenda vetes mendoj që sikur unë t'ja thyja zemrën një fëmije, se fëmijë po e quaj, natyrisht. Aq shumë e re isha unë, domethënë, kisha botër atë përpjekje, nuk kishin pse më thonin jo, nuk kisha asnjë lloj faji, asnjë drejtim. Thjesht njëri që kishte mësuar dhe ishte përgatit. Nuk ju kam bu faj, po them asnjëherë, fillova punë në Akademinë e Mbrojtjes dhe fillimisht isha juriste 5 vitet e para, por fati në të gjitha vendet ku kam punuar më ka lidh me njerëz shumë të mirë, është fat, që të është vërtet. Është fat që më ka lidhur me njerëz të mirë dhe direkt than, pse nuk vazhdon të japish edhe leksionet e drejtës ndërkombëtare, domethënë un kam tash një jetë të tërë që merrem me atë fushë. Dhe i kam bërë të dyja, po puna si jurist mendoj që është pak e vështirë dhe studentëve këtë ju them, sepse ti je jurist në një institucion, duhet njohish mori problemesh, nuk je i profilizuar, si thosh, dhe plus që ke një përgjegjësi të madhe, drejtuesi i institucionit firmos, masi të kenë firmos specialistët, financier, shef personeli, jurist, ai në një farmasë është i çliruar. Përgjegjësia e juristit është shumë e madhe. Dhe në këtë kuptim është një punë që është pak e vështirë, dhe më shumë pëlqente mësimdhënia. Aty u fokusova, fillova këto për veten time, domethënë që të mbaroja këto shkolla që duhet vazhdoja kualifikim. Dhe pastaj gjithmonë kam
vazhdu me thënë mësim. Nga një universitet në tjetrin, domethënë. Dhe çdo gjë nisi mbas matura. Ishte rasti që ju shkuat të studionit për drejtësi apo ishte dëshira juaj e hershme? Unë edhe këtu kam pas një histori pak të veçantë, nuk du të jap nota pesimiste kurse si, absolutisht thjesht janë kujtimet mia. Se si maturantëve ju del shkolla dhe përzgjidhen e si duhet vlerësohen, kjo është krejt e qartë, nuk ka nevojë për koment. Ai vit kur ne marrëm maturën ishte një vit shumë i çuditshëm që u vendos që studentëve do e japin drejtën e studimit shokët e klasë. Ju cilët shkollë të mesme keni mbaruar? Teosokuka, gjimnazin Osokuka. Po, ajo ishte për të gjithë një gjimnaz shumë i mirë, po. Jo them, kjo mënyra e përzgjedhjes ishte për të gjithë, se atë vit u vendos. Tash imagjino një gjimnazisti sot që është cili dhe ka mësu, varet kush është më i shkallët i klasës, atij do ja japin bursën, kjo nuk është një gjë që lihet në dorë të shokëve të klasës. Shpërblimi ishte një vit i veçantë. Dhe në ato 3 degët që ne atëherë na lejoi të kërkonim, juridiku ishte i pari për mu, por për këto arsye që ju them, unë nuk shkova dot në juridik, po fillova filozofi. Dhe filozofi në Tiranë, ju e dini në ato vite si ka qenë në Tiranë shkonin studentët më të mirë nga Shkodra, domethënë 2 në mjeksi, 2 në juridik, 2 në inxhinieri, nuk ka qenë kaq masive shkolla. Dhe unë fillova filozofi dhe kam mbaruar 2 vite fakultetin e filozofisë, me rezultate të radhjeta dhe merrja bursë të plot nga shteti, aq sa ishte bursa atëherë, po prapë se prapë ishte shpërblim moral. Mirë po, unë u lidha pastaj me adek, hoqador nga juridiku, u lidha shumë, u apasionova dhe edhe sot që unë kam këtë moshë që kam, i kujtoj ato profesorët e vjetër edhe ato mënyrën se sa e bukur ishte filozofia dhe që në fillim, çfarë është jeta, çfarë është vdekja, domethënë ishte një dek shumë e bukur dhe u lidha direkt. Si që vinin për pushime në Shkodër, do hyjen vit 3. Dhe të hyjen vit 3, domethënë po e mbaroje shkollën, se në atë kohë bëheshin emërime. Dëgjojmë televizor që filozofia është mbyll, nuk është më ai fakultet, dhe kjo ka qenë një pikë shumë e vështirë, shumë goditje, sepse ti mendon që po mbaron shkollën, ju të thonë dhe nuk di çfarë do bëj me ne. Unë nisëm në Tiranë, kur erdhi koha pa e ditë se unë ku jam më. Domethënë unë po mbaroj, po fati jon u vendos që të fillonim juridikun nga e para, domethënë unë në vend që të mbaroja, fillova edhe një herë nga e para dhe kështu që unë vazhdova juridikun dhe mbarova juridikun. Më përgatitur. Sigurisht, po që kur shkon deri në gjysmë të diçkaje, nuk të dakor, tani ka ardhur koha që marrin 2 fakultete etj. Në atë kohë ishte domethënë që nuk të vinte mirë që të ndërpritej, po pata fat dhe mbarova juridikun edhe. Të duket, në fakt, marrëdhëniet njerëzore janë të ndryshme, por brenda vetes secili ka një kufi, ka një kandar që sipas secilit është drejtësia. Ju vetë keni pasur këtë kandar shpesh duke peshuar anët, gjë që natyrisht është bashkuar më pas me profesionin. Mendoj që drejtësia si koncept, jo vetëm për ne që jemi të fushës, po për gjitha fushat duhet jetë një parim i jashtëzakonshëm moral dhe pa drejtësi nuk shkohet gjëkundi dhe kjo është ajo që mungesa deri një farmase e drejtësisë është ajo që krijon këto plagë që ka shoqëria sotme në çdo aspekt, domethënë që kur dalim nga shtëpia ne ndeshemi me padrejtësi të ndryshme dhe përpiqemi gjithmonë që të bëjmë më të mirën, që t'japim sado pak kontributin ton. Sado pak, domethënë, ajo mënyrë se si unë mendoj, ajo mënyrë se si unë mundohem t'i shmang gjërat, mundohem t'ja transmetoj gjithmonë studentëve të mi. Do thush pse i përmend gjithmonë, janë pjesë e imja. Unë jetoj nëpër klasa. Unë nëpër klasa jetoj. Para dite, mas dite në master, sigurisht në master punohet më kollaje, se janë në një moshë më të madhe, janë më të pjekur, kanë më përvojë, e dinë rëndësinë e asaj që janë të bësh tjetër 18 vjeçari, domethënë që dhe është me ato ndajmë çdo gjë si tush. Edhe një fenomen negativ në qoftë se e shoh, përpiqem t'ju them ndodhi kjo, hajdeni ta diskutojmë edhe nga ana juridike, sigurisht po edhe nga ana morale, se mendoj që nuk mjafton vetëm të jesh profesionist, duhet të jesh njeri i drejtë edhe duke pas një natyrë temase të ndjeshme. Unë e vuj shumë këtë pjesën e drejtësisë, shumë edhe përpiqem se sa ja kam arritur. Nuk e di. Po nuk e di, po përpiqem shumë që edhe vetë me drejtë atyre t'ja transmetoj, po. Në fakt, ju nuk ndalet në studime, keni vazhduar dhe jashtë shtetit në Holland. Ajo çështja e shkollës në Holland ishte
ishte exchange program, ishte hera parë që u bë atëherë Fakulteti i Drejtësisë lidhi një marrëveshje, domethënë me Universitetin e Leidenit në Holland, dhe tani është një gjë krejt normale që të shkosh për studime jashtë shtetit. Në atë kohë ishte viti 1993 dhe ishte çudi, ne as nuk kuptonim se ku po shkojmë, domethënë, mirë, po ishte çështja që mund të konkuronin studentët e juridikut që ishin në vit të tretë dhe që kishin mesataren shumë të lartë dhe që kishin anglishten shumë të lartë. Me atë mendjen e një njeriu shumë të ri, thash, nuk shkoj, thash, nuk besoja në gjëra të tilla, nuk futem, thash, në atë konkurim. Mirë, po në dhomë qytet studenti, siç jetonim ne atë kohë, kam pas një shoqe shkodrane që tani tër jetën ka punu të avokati i popullit dhe vazhdon të punoj, edhe thot, nuk do me shku, thot, si nuk do me shku, ajo ishte e shkëlqyer për vete, pa ajo nuk mund të konkuronte se ishte te grupet e frëngjishtes, edhe thot, shpejt tash ti vishu me mu me shku, se që fëmijë kishim qenë në Shkodër e një lagje, dhe sa herë kujtoj se me kam prej asaj, se më çoj atje me zar, edhe kur marroj konkurimi, domethënë, dolën 7 emra, sa fitumni, edhe kur e dëgjova emrin, ishte çudi e madhe. Ne atëherë as telefon as ka pas, kam shku në postë qendrore, kam marr babin, i kam thënë ka ndodhur diçka, çfarë kanë thënë me shku në Holland. Domethënë, imagjino sa qëndruat atje. Çfarë viti, domethënë, ne bëm një exchange program i vjeçar. Imagjino çfarë viti ka qenë që ishte. Po ju nuk qëndruat atje, sepse ka shumë që janë specializuar, kanë qëndruar atje, kanë dashur të jetojnë, janë integruar etj. Erdhët në Shqipëri me ëndra të cilat patjetër që je përpjekur t'i realizosh. Po, nuk e di, nuk e mendova në atë periudhë, domethënë kisha edhe njerëz shoqëri, njerëz të afërt që kishin ikë në forma tjera që gjindeshin atje në Gjermani edhe në Francë, dhe kështu që pata mundësinë që të kontaktoj shumë, dhe si do kthehesh, nuk e di, unë atë moshë ashtu e mendova, doja të kthehesha, nuk domethënë e shifja veten që të mos rri këtu, nuk e di, u ktheva, doja të kthehesha, nuk. Tani që kanë kaluar kaq vite, mendon se ke bërë mirë apo? Mendoj që përderisa jeta ime është kjo që është, edhe un kam këtë jetë që kam sot, ky ishte drejtimi im, kjo ishte rruga ime, duhet njihja ato njerëz që njohja, duhet kisha këtë familje që kam sot edhe këtë punë që kam sot edhe të gjitha, mendoj që asnjë gjë nuk ndodh rastësisht. Kjo ishte rruga ime, nuk ishte atje. Atje aq ishte periudha, domethënë. Gjë shumë e bukur. Natyrisht prej atje ke marr atë çfarë je plotësuar, por gjithsesi ke ardhur akoma më plot. Sot nuk ushtron veprimtarinë vetëm brenda mureve të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Si eksperte juridike je edhe aktivizuar. Po. Unë kam disa vite, 5-6 vite, që angazhohem me Departamentin e Administratës Publike në komisionet e punësimit, ku konsiderohem si eksperte e jashtme, dhe konkretisht në 3 institucione me cilët kam bashkëpunim të vazhdueshëm. Është një punë që më jep kënaqësi shumë, sepse në institucione njeh njerëz nga më të ndryshmit, domethënë zgjeron rrethin tënd, në një farë mënyre pasurohesh për veten tënde, dhe mundohem që në ato grupe, në ato komisione që jemi, të bëjmë më të mirën, që të përzgjidhen kandidaturat më të mira për pozicionet vakante, sa aty bëhet fjalë për emrime për herë të parë në shërbimin civil, dhe për ngritjen detyrë, domethënë ato persona që janë në punë, po që me zhvillimin e kritereve të tyre kapin një pozicion tjetër, domethënë zë një pozicion më të lartë, dhe gjithmonë në komisione janë vetëm 5 anëtar, është e detyrueshme që të jenë 2 pedagog, dhe unë tani kam përvojë aty dhe u bën kaq vite, dhe përpiqemi të bëjmë më të mirën në kuptimin që bëhet shpallje publike për ato vende vakante, pastaj vijnë kandidaturat, bëhet testimi me shkrim, shifen me vëmendjen më të madhe me shkrim, dhe pastaj është intervista me gojë, që edhe nëse ki dalë vërtet shumë mirë me shkrim, edhe ajo intervista me gojë ka të vetën, sepse ti me syrin e një specialisti e shef, bën kjo kandidaturë për këtë institucion apo nuk bën. Luftoni ndonjëherë me veten, keni dilema, keni
diçka që ju mbetet në mendje, veprova, nuk veprova, si do të jetë, sepse natyrisht ashtu siç ju keni pasur ato sfidat tuaja në jetë, ashtu mund të ndikoni edhe tek dikush tjetër në drejtimin, në pozicionin. Nuk bëhet fjalë gjithmonë për pozicione drejtuese. Në pozicione specialisti është diçka shumë e mrekullueshme dhe tani në Shqipëri ne shohim se jashtë shtetit të rinjt shqiptar janë të shkëlqyer shumë prej tyre. Dhe themi si nuk i ka Shqipëria këto që janë shqiptar dhe janë diku. Pra përgjegjësia në këto pozicione është shumë e madhe, apo jo? Është shumë e madhe, sigurisht, e prandaj thash përpiqemi të bëjmë më të mirën. Në një kohë të fundit para një jave bile, në një institucion po përzgjidhnim dikë për specialist prokurimeve, që është një fushë me syrin tim shumë e vështirë. Shumë e vështirë, përgjegjësi. Me telashe shumë të mëdha dhe e shikoja njërin nga ato kandidatet dhe aq e shkata, që zgjuar dhe sinqerisht isha unë e gëzuar që e mendoja që kjo do ta fitoj, se nuk e bën dot do kushdo atë punë, ke parasysh, edhe po mendoja që lumë si këto që do punojnë me këtë, domethënë unë thjesht jam të përzgjedhja, unë interesin e kam me studentët e mi, ato ti kemi më të mirët, natyrisht. Po që ju keni edhe prurjet, po edhe vlerësimet, po që përpiqemi të bëjmë më të mirën, që institucioni të marrë më të mirët dhe mos t'ju hahet haku. E para disa ditëve prap në një institucion, bile njëra nga kandidaturat ishte një vajzë shkodrane, edhe me atë syrin që po shikonin që kjo mos po e shef si me këtë sy, po që drejtimi i asaj ishte shumë i ndryshëm nga vendi punës që kërkonte. Ato dy kandidaturat e tjera ishin më të përshtatshme dhe e tham që në fillim duhet jesh i drejtë. Duhet të fitoj ai që është më i përshtatshmi, përndryshe nuk do ndërtohet asnjëherë kjo shoqëri, domethënë nëse do ecim i baza njohim për kemi njohim shumë sfida besoj. Por gjithsesi mund të ndërtojë gjithkush atë mundësinë. Sa do pak t'japish, ke ndihmu. Sa do pak t'japish. Profesoresh Lulieta, natyrisht gjithë këto angazhime, sfida, stade ku jeni, keni mbritur dhe do vazhdoni, nuk bëhen asnjëherë vetëm. Gjithmonë një njeri që ka, unë e provoj vetë, një njeri që ka një familje dhe që ngrohet, ka një plus shumë të madh. Nuk paragjykojmë askënd, sepse jeta është ndryshme, ka kushte, rrethana etj, por besoj se familja është një plus i madh. Shumë i mrekullueshëm, keni 2 fëmijë, bashortin. Edhe unë mendoj një lloj si ju, edhe njerëzit që nuk kanë një familje të ngushtë, familje kanë gjithsesi, se familje mund të bëhet shumë koshe. Familje ndoshta edhe 2-3 persona të afërt, ose në punë, ose në zyrë, ose diku tjetër, mund të jenë brenda shpirtit tënd familje, por gjithsesi familja e ngushtë është shumë e rëndësishme dhe unë mendoj që i kam pas mbështetje gjithmonë. Kam qenë edhe vazhdoj të jem personi më i llastuar në familje, në kuptimin që edhe unë përpiqem shumë për ta, po unë jam si tip më problematik edhe gjithmonë më tepër ata i kanë sytë te unë se sa unë te ata. Dakor, vështirësia ka qenë fillim se tash ti imagjino vetë me fëmijë të vegjël dhe njëra familje në Korçë, tjetra në Shkodër, në Tiranë pas një lloj përkraje, ka qenë pak e vështirë, sepse mendo do shkosh në mësim, kur ti ke përdorë një fëmijë ti as kohë mu përgatit, ishte tjetër. Mirë po, ajo periudhë mbaroi dhe duke pas fëmijët e rritur sot, jo pengesë unë që nuk i kam, po ato janë për krahje. Ato i kam mbështetje të madhe. Edhe rrugës që erdha nga Tirana në Shkodër, janë ato në makinë, dakord, unë e kam timonin, po ato janë mbështetje dhe unë po u lodha, njëri nga ato merr makinën dhe ata tash janë për gjithçka. Tash janë rritur, madje vajza është një mjeke, po përfundon studimet. Ajo është edhe djali gjimnazist. Është më i vogël. Vajza tash është 23 vjeçe dhe është në vit të 6 në fakultetin e mjekësisë në Tiranë, mjekësi e përgjithshme. Është një, si them, më e madhja arritje që kam unë këtë jetë është ajo vajza, sepse atë degën e doja me çdo kusht, domethënë ajo ishte në gjimnazi Ismail Qemali, ekselent të radhjeta dhe të gjitha degët, inxhinjeritë, të gjitha çka kërkoi i dolën dhe i fitojnë në vendet e para. Mirë po
unë nuk doja asnjërin nga ato, i kishim shkruar sepse thonim jo hile, jo bën hile, faktikisht nuk u bë asnjë hile, i fitoi të gjitha degët, edhe gjitha ato inxhinierit as nuk i kuptoja, po koleget e mia shkruaj dhe këtë deg, shkruaj dhe këtë dhe kur dilnin që i doli emri këtë deg, i thoja profesore, fitove ti këtë degën, se unë vetë nuk e kisha të fituar dhe mjekësia doli shumë vonë, në gjys darkës edhe mos ta harroja ditë, domethënë sa. Po mirë, e doni kjo po vajza, e donte? Edhe ajo e donte se ju mush mendjen në fund atë kërkoj të parën, dhe kur ka dalë mjekësia pastaj unë nuk kam pas ditë më të lumtur në jetën time, unë doja me çdo kush që ajo të vishte një bluzë të bardhë, ajo ja arriti domethënë. Dakor, ishte kënaqësi për ato ditë se kur fillon fakultetin e mjekësisë, pastaj është një sfidë e jashtëzakonshme, është ngarkesë shumë e madhe, po të më thoj njëria e do për fëmin tjetër, në asnjë mënyrë, është një lodhje shumë e madhe, po që edhe aty fillova me ndje disa përveç lodhjes saj që ti si prind e përjeton, nëse ajo mërzitet një herë, o mërzitem 10 herë, është krejt e qartë. Filloi edhe aty domethënë me disa mjek shumë përkushtuar që kur bënin atë sekretimin e provimeve, e kanë kërku, aq shumë jo kanë përgjigjet, kanë kërku, kanë thënë na e thrisni pak kush është ky, ta shohim nga afër, domethënë janë gjëra të mëdha që e kënaqin prindin shumë. Sa bukur. Por, domethënë jam atë që siç thojnë në Shqipëri kush ka vajza ka gjithë botën, por, dhe ne në juridik kur themi por, pjesën e parë e kemi hedh poshtë. Kur ke një djalë 16 vjeç në shtëpi gjimnazist, me ato problemet dhe bukuritë e jashtëzakonshme të moshës, se ka dhe probleme, se është është adoleshent. Është trendi, domethënë, është trendi dhe është i shkathtë shumë. I paçi me jetë. Që nga një gjë jashtëzakonshme. Kjo është një dashuri e madhe, një pesar. Nuk di ç'a them, aq sa e shikoj nga herë dhe them si mund të kesh një mirësi tillë në shtëpi? A kam të drejtë të jetoj me këtë njerëz kaq të saktë, aq shumë i saktë më duket. Si gjithkujt fëmia i vet, domethënë. Si gjithkujt fëmia i vet. Është vërtet. Profesoresh, natyrisht në hapin e ecjes suaj ka shumë çka në përditësime, në realizime. Në fakt kjo bën jetën më të gjallë, më të bukur, më të gëzuar, më të motivuar, apo jo, lodhje ka, por gjithsesi sigurisht. Pa punën jeta s'ka kuptim. Po. Unë kam vazhduar masi kam marrë doktoraturën, kam bërë përpjekje për të plotësuar kriteret që duhen për titullin e rradhës, dhe një farë mase më ka shku vonë, pse më ka shku vonë, që kur filluam masterin, periudha në të cilën e marrum shkollën ishte e tillë që direkt mund filloje doktoraturën, po kishe rezultate. Mirë, po çfarë ndodh? Në atë periudhë ndodh që del një vendim qeverie që thotë nuk ka më doktoratura pa shkollë pas universitare dhe dolën kriteret e gjitha. Shkollat pas universitare, mas atij vendim qeverie nuk u hapën në 10 vjet rresht. Dhe gjithë brezin tim, kjo e shtyr në kohë. Domethënë duhet prisje 10 vjet që ti të merrje masterin, pastaj të regjistrohesh për doktoraturë. Dhe kur u hap vitin e parë, u futën pedagogët e juridikut, kuotat ishin të Tiranës, kuotat ishin jashtëzakonisht të kufizuara. Pra unë pata fatin e madh që u futa vitin e dytë, nuk ishte pak edhe ajo, dhe ishin 12 vjet në gjithë Shqipëria, pavarësisht se mu vonuan kohë. Pas e vazhdova doktoraturën edhe aty me kuota minimale, një numër shumë i vogël, 16 vet, po nga gjithë Shqipëria, nga gjithë universitetet, domethënë. Dhe në përfundim të asaj kam vazhduar botimet dhe gjitha çfarë duhen për patjetër që këto plotësojnë. Sepse jo janë kriteret të detyrueshme për të marrë titullin e rradhës, tani kriteret me ndryshimet e fundit që janë bërë në vendimet e qeverisë janë vërtet shumë të vështira për të marrë titull profesor i asociuar dhe profesor, janë kritere shumë sfiduese, me thënë drejtën. Një nga këto kritere është që monografia duhet njëhet nga një pedagog i këtyre vendeve që janë të Bashkimit Evropian, dhe unë arrita nëpërmjet bashkëpunimeve të universitetit që të marr vlerësimin e një pedagogu shumë të njohur, domethënë, që është profesor Gaetano Damaco, që është në Universitetin Aldo Moro të Barit, po fati im që ai është bashkëpunëtor i universitetit, keni parasysh se nuk gjenden në natyrisht ka një piklidhje. Ka një piklidhje dhe që kjo është një nga kriteret që duheshin plotësuar dhe që arrita ta plotësoj. Pjesa tjetër vazhdon të kërkohen një konferencë ajo anet për të plotësuar dhe shpresoj inshallah do ta arrijë, nuk e di domethënë. Të uroj që këto sfida, ashtu siç i keni ka përcyer deri tani, ta pasurojnë jetën, ta lulëzojnë atë, siç e keni dhe emrin. Dhe natyrisht së bashku me gjithë atë që ju mbështjell studentët,
sallat e leksioneve, kolegët, por dhe familja e dashur të jenë gjithmonë një burim i pashtershëm energjie për ju, në mënyrë që hapat tuaj të jenë gjithmonë të sigurt në arritjen e stadeve më të larta. Në fakt, bashkëbisedimi me ju sot më ngjalli një emocion të veçantë, sepse kishte shumë motive të prekshme të jetës, motive që shumë kush i ndjen, shumë kush i përjeton, dhe sfida që ju i keni kapërcyer dhe që mendoni përsëri ti keni përballë për t'i kapërcyer. Dua t'ju falenderoj shumë që ishit në këtë mëngjes Shkodran, duke ju uruar gjithmonë mbarësi dhe suksese të vazhdueshme. Falenderoj shumë Merita dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe që u takum pas kaq vitesh. Një kënaqësi vërtet, por që gjithmonë hap një dritare të bukur dhe një rrugtim të bukur tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.